unë nuk e perceptoj dot që mas kaq vitesh ne jemi në gjendje të themi cili është produkti jon konkurrues, me çfarë konkurrojmë në botë. Sepse ekonomia jon ka shfaqur dhe vazhdon të shfaqë parë ekonomive postkoloniale. Do thot eksporti i fuqisë punëtore të lirë që kemi ka përcyer tashmë, tani po ik fuqi punëtore kualifikuar dhe mineraleve të papërpunuara. Në qoftë se kromi, bakri, hekuri, nafta me radhë kanë mira vjet në tokë dhe sot ekonomia shqiptare merr pak ose as pak prej tyre, është më mirë trinë ku janë, se sa të pasurohen 20 klientë të qeverisë vendas apo të huaj, ca politikan të panjohur brapa tyre dhe çfarë, domethënë, cili është e mira publike. Pra ka nevojë për një fokusim më të madh, se askush nuk zhvillohet me shpatullat e të tjerëve. Gjitha vendet zhvillohen me burimet që disponojnë. Dhe kjo është mënyra që ne fillojmë të bëhemi si tjerët kur ta kuptojmë këtë si përgjegjësi publike, si përgjegjësi shtetërore, si përgjegjësi e elitës politike dhe intelektuale të vendit. Ju keni të drejtë, zoti Peçi, por në mandatin e 4 qeveria është munduar të paktën në ligjërimin e saj të korrektoj disa nga këto deficienca që ju përmendët, duke i përqendruar në një autoritet. Flas këtu për shembull për Fondin Shqiptar të Investimeve, nga ana tjetër kemi autoritetin kombëtar të ujit, kemi autoritetin kombëtar të mbetjeve, të cilat janë duke u krijuar tani që ne po flasim, dhe ajo që shton nga qeveria është që jemi më të saktë në lidhje me detyrimet e akit komuniterit dhe që edhe për zbatueshmërinë e tyre më efektive, duke qenë se kanë çeduar deri në këto momente. Ne do të pranojmë diçka për te oponencës që po mundohem të afroj, nuk po them opozitës, kjo është çështje tjetër dhe nuk kemi përfshirë gjikundi. Ajo që dëshiroj të them është që retorika apo narrativa politike e ditës nuk ka lidhje me çfarë ndodh në realitet. Në 2016 u bë ligji për investimet strategjike. Sot nuk ka asnjë evidencë që vetëm në mënyrë tërëtore mund marrë vesh që 90% më shumë të tyre janë shqiptar. Bile shtyr afatin atje disa herë. Afati është shtyr disa herë dhe tashmë është një lloj si proverb, domethënë që nëse shtyret afati marrin vesh se kujt po i bëhet nder në dëm të së përbashkëtës. E njëjta gjë ka ndodhur me ndërhyrjen në zonat e mbrojtura, sepse janë shmang, ka qenë një ligj shumë i mirë që u bë po nga majoranca detyruar nga zoti Rama 2016-ën. U ndërhyrën ato pikërisht për të lejuar investimet, sepse agresioni i oligarkisë, i klientëve të qeverisë, i miqve ndërkombëtarë të tjerë, sa ata nuk janë shejtor, është mbi gjithçka që mund të merret nën kontroll, që mund të shfrytëzohet në këtë vend. Dhe ka një shfrytëzim barbar të aseteve që disponon vendi. Dhe kjo tregon edhe gjë tjetër, që akumulimi i kapitalit financiar në duart e bizneseve të caktuara, klientëve të qeverive shqiptare, vetëm kësaj qeverie, në duart e segmenteve të krimit organizuar, korrupsioni me peshë jo të vogël brenda vendit, është i tillë që ushtron presion dhe përdor çdo mjet për të marrë në kontroll kryesisht asetet e pa lëvizshme, pra asetet e qëndrueshme, e pa lujshme, dhe njëkohësisht bizneset më fitimprurse. Dhe po të shohësh, ne kemi një tendencë për të monopolizuar, ju përmendet përshëndetimi një autoriteti të ujit, por uji është diskutuar që në mandatin e parë dhe shpremtuar që në mandatin e parë uji 24 orë. 24. Në 10 vjet 1 orë gjysmë është shtuar furnizimi me ujë mesatarisht në nivel kombëtar. Edhe i pishëm është shpremtuar edhe pse janë harxuar më shumë se 1 miliard euro. Nga ana tjetër, ne kemi të gjithë qytetet e Shqipërisë, gjithë zonat e banuara të Shqipërisë shkarkojnë uret e ndotura në det. Edhe pse investimet që janë bërë me fondin arab, me fonde tjera, domethënë nuk kanë eficiencë. Nëse më lejoni, kam të pyetje këtu shumë të shkurtra, sepse është një diçka që prek jetën e qytetarëve shqiptar. Pra, nga një anë kemi mos gaboj 89% të ujrave në Shqipëri ishin të ndotur, ishte përqindja më e lartë të ujrave të lumenjve detë në Europë, pra në Europën kontinentale vetëm Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër qeveria është duke përgatitur një ligj që thotë që gjithë të kostot ta transferojë bizneseve përmes depuratorëve. Dhe nga ana tjetër, më falni për ta përfunduar pyetjen, ne kemi projekte, si projekti japonez, granti japonez për pastrimin e lanës, të cilët u kanceluar në mënyrë pa shpjegueshme nga Bashkia e Tiranës, si kryetari i bashkisë, dhe që nuk u dha asnjë lloj fature, me sa di qeveria japoneze ka hedhur në gjyq për këtë dështim të projektit të saj, të grantit të saj, që do i përfitonte qytetarët e Tiranës. E njëjta gjë ndodh në qytete të tjera, Vlora për shembull, nuk është vënë në punë projekti i cili është realizuar me fondet e Bashkimit Evropian. Pra, ky është një dështim i sistemit të menaxhimit, është pyetja, apo është një formë makutërie për përvecuar para publike dhe për të gjitha së bashku. Mbi të gjitha, papërgjegjshmëria e qeverive në administrimin e fondeve
dhe në njëjtën kohë donatorët, flas organizatat financiare ndërkombëtare që ofrojnë institucionet financiare ndërkombëtare që ofrojnë para borx, huar në këtë rast, edhe me kushte të favorshme, masi kanë kontratë me qeverinë, është garanci sovrane dhe është përgjegjësi e palës shqiptare.